A e dini që me kthy pasionin tënd, hobin, në punë ose në biznes, nuk ka kur gjo ma të mirë. A e dini që s'ka kur gjo ma të mirë ma të vlefshme se sa punën që e ban me bo me plot dashuri. Mos me bo veç për para, po me bo thjesht se të ban me undi mirë. Pse po e bëj që të video është për qëtë arsye, sepse unë sot ditë shtune djele nuk punoj normal. Jo me familjen. Po sot, do më thonë para 2-3 ditëve, një person që unë e njoh më ka thirrë në telefon edhe më ka pyet a muna sot më shku te ajo me bisedu me ato, sepse është shumë keq, ka nevojë për dikon që e këshillon psikologjikisht. Edhe i kum thonë me njëherë po, ditë shtune, kum pas plane me familje, amo unë e këto qash shumë e dashuroj, e bëj me knatësi të madhe, sa që nuk e më intereson a fitoj para, as fitoj. Kum shku sot, që 2 orë jam të ajo, kemi hynë temat ndryshme, 2 orë, do më thonë as orën së kom shequ, qash shumë energji ku marë për kësaj, sa s'moj me përshkru. Edhe nuk më ka interesu fare, a më pagun, a nuk më pagun, a më jep diçka, a së më jep kur gjo. Kom pas plane me familjen, e kom organizu gjithë që që kom bot mundshme që me shku. Nuk mujt me thonë jo. Para mendone, kur e bon një profesion për para, edhe me post lirë, edhe me post krejta mundësit e botës, ti ki me thonë jo, nuk muj marrë. Po kur e don, ti ki me shku. Ta shka është ta mirë. Që kjo është edhe arsyeja pse shumë njerëz nuk kanë parat mjaftueshme, sepse ata humbin energjin punën që e bojnë. Nuk marrin, po humbin. E kjo është jashtëzakonisht një dallim i madh. A e bën punën me dashuri apo thjesht se duhesh edhe veç për para. E tash ka është super perfekte, pra ajo mas këtyre minutave sikur me pas rilind, edhe unë jom shumë energji, edhe kur e bën pra me dashuri pa pritshmëri, tash ajo ka vendosur edhe me u abonu të unë, me orë për 1 muaj një herë, edhe pastaj me vazhdu, por një herë për 1 muaj, sepse unë në këtë mënyrë oferoj edhe ato trajtimet me mu. S'ka ma mirë, nuk ka ma mirë. Unë jam plot energji, ajo ka qenë njëri tjetër, qa po da ma shumë. Atëhere, kur ndodh kjo, edhe parat janë të kachme. E që kjo është arsyeja pse edhe kompanit ndryshme nuk hecin për para, sepse se bojnë me dashuri. Edhe kompania falimenton do stabile. Asnjë gjë nuk duhet ma shumë se sa puna është punë. Nuk kemi çare pa punu. Po ta kthejmë pasionin në punë. E jo puna më na marrë energji, po më na dhonë energji. Që kjo është. A mund ne?